Ministria e Shëndetësisë dhe ajo e Punës Sociale nuk do drejtohen më nga kuadro të Vlenit. Me rikonstruimin e kabinetit, Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu nuk do të jetë më në këtë post, por me aq sa tha, kjo nuk e zgënjen për të vazhduar dhënien e kontributit në shoqëri. Tha se do të vazhdoj aty ku do të jetë nevoja. Ku do të jem, momentalisht jam ministri i Shëndetësisë, pasi që parlamenti ende s'ka votuar ministër i ri, dhe deri në momentin e fundit do të çdo minutë ta shfrytëzoj për të bërë politika dhe për të ndryshuar sistemin shëndetësor këtu. Në momentin që nuk do të jem këtu, unë do të vazhdoj të jap kontribut në shoqëri, kontribut edhe politik, edhe intelektual, edhe njerëzor, pasi që besoj thellë që edhe unë, edhe ju, edhe çdo qytetar në Maqedoni ka obligim ndaj shtetit dhe ndaj shoqërisë që të jep atë që mund ta jep, atë më të mirën. Në vend të Aliut, në krye të shëndetësisë vjen Sasho Klekovski, drejtor aktual i Fondit të Sigurimit Shëndetësor. Në fond, drejtor do të bëhet Zlatko Perinski, deri më tani ministër e veçeverisës lokale, vend të cilin e zë Ivan Stolkoviqi që mbante postin e ministrit për marrëdhënie ndërmjet bashkësive. E një tjetër emër që nuk do të jetë më pjesë e kabinetit qeverisës është Fatmir Limani, i cili ka muaj që i ka ndarë rrugët me Vlenin, koalicion nga ku u propozua për postin e ministrit të politikës sociale, demografisë dhe rinisë. Po njëjtë si Aliu, edhe Limani thotë se nuk do të ndalet këtu. Në një status të gjatë në Facebook, shkroi se misioni i tij në shërbim të qytetarëve vazhdon pavarësisht sfidave politike. Atleti i maratonës është i vetëdijshëm që ndalesat janë vetëm për të shuar etjen dhe për të marrë energji për etapën tjetër. Në vend të Limanit, si ministri i politikës sociale, vjen zëvendësministri deri tanishëm Gjoko Vellskovski. E pasi Vleni nuk do të ketë më kuadrot e saj në këto dy resor, ministritë e reja të cilat do të udhëheq Vleni janë e drejtësisë, e marrëdhënieve ndërmjet bashkësive dhe Ministria e Kulturës dhe e Turizmit. Emrat final po pritet të definohen. Po derisa të përfundoj procesi i takimeve, bisedimeve dhe derisa të sjellim vendimin përfundimtar, gjithçka që do të thoja, çdo emër që do e përmendja, më shumë do dëmtonte procesin se sa që do i ndihmonte. Dihet cilët resore i menaxhon Vleni tani më, cilët resore do i menaxhojnë partnerët e koalicionit. Shumë shpejt do të dalim me emra të saktë të personave të cilët do të udhëheqin me ato dikastere të cilët vetëm se jemi të akorduar që të menaxhojmë. Nga ato që përflitej një zyrtarisht deri më tani, për ministrat të rinj përmenden Jeton Shasivari në drejtësi, Agon Ferrati në marrëdhënie ndërmjet bashkësive dhe Sedat Sulejmani në kulturë. Drejtësia deri më tani është drejtuar nga Igor Filkov nga radhat e Znamit, e cila në këmbim mori ministrinë e bujqësisë. Ние сметаме дека во Министерството за правда сме го крирале вистинскиот пат, сме завршиле работата и согласно нашата програма на парламентарните избори прифативме нов предизвик, а тоа е Министерството за земјоделие, затоа што тоа беше една од нашите главни точки програмски определи самоодржлива држава. Некој, ако смета дека Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство не е битно министерство, мислам дека se laže. Znami po ashtu pritet të ketë një post shtesë të një zëvendësministri, por ende nuk është përcaktuar cilin. E nga ana tjetër, shumicës qeverisëse pritet i bashkohet Partia Demokratike e Turqve, që ka një deputet, por siç tha Mickoski, PDT do të hyjë në qeveri si pjesë e koalicionit ВМРО-DPMNE-s. И понатаму нејзино учество во владата со еден представник, министер без портфолио. Така што владата го задржува истиот број на ресори, со тоа што ќе имаме двајца под председатели на владата помалку споредено со изминатиот 2-годишен период. Ministër paresor për strategjinë për përfshirjen e romëve në vend të Shaban Sali vjen Erxhan Demir nga Komiteti i ВМРО-DPMNE-s në Shutorizar. Kryeministri bëri të ditur se resori për qeverisje të mirë shfuqizohet dhe ky resor do të jetë drejt për drejt nën kompetencat e kabinetit të kryeministrit. I gjithë procesi i rikonstruimit të qeverisë në të gjitha eshalonet, sipas paralajmërimit të Mickoskit, duhet të mbyllet në muajin korrik.